Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e gafores. Gafori në javën e parë të korikut ju shikoj të lumtur, ju shikoj të qetë nga ana emocionale, ju shikoj edhe pak të përgëdelur nga nëna juaj. Mund të jetë edhe një femër tjetër në jetën tuaj që është shumë e rëndësishme, që ju do dhe me një përkushtim, ka një përkushtim, një dashuri të jashtëzakonshme ndaj jush, a mund të ndjeni të përgëdelur në këtë javë me shumë vëmendje nga ana e saj, një dedikim i jashtëzakonshëm nga ana e saj. Po edhe ju vetë jeni shumë të qetë, mund të keni edhe momente ku mund të jeni nostalgjik duke menduar për të shkuarën, për gjithë situatat e ndryshme që kanë ndodhur në jetën tuaj që ju kanë sjellë deri në këtë pikë ku jeni. Kjo do të jetë një javë e begat, një javë ku gjithçka ku ju e jepni energjinë dhe fokusin tuaj do të lullëzojë. Dhe varet se ku është fokusi për secilën nga fore, se sigurisht ky është një lexim i përgjithshëm. Nëse fokusi për ty është tek pjesa e punës, sepse po merresh me një projekt që është shumë interesant dhe ti e ke për zemër apo të ka dhënë një përgjegjësi në punë, atëherë rezultatet do të jenë shumë të mira, do të jenë të jashtëzakonshme, pra ti do kujdesesh për atë projekt si një nënë e dedikuar kujdeset për fëmijën dhe gjithë dashuria që ti do të hedhësh tek ky projekt apo tek kjo përgjegjësi që të kanë dhënë do të lullëzojë, do të jap rezultatet e duhura dhe ti do ndjesh edhe shumë krenari për veten tënde. Për dikë mund të jetë edhe fokusi tek vetja, nëse është një periudhë ku ti ja dedikon vetes tënde, duke u kujdesur për pamjen tënde të jashtme, duke u kujdesur për shëndetin tënd, për trupin tënd, prap do të fillosh të shikosh ato rezultatet aq pozitive që ti i ke pritur ose i ke dashur prej kohësh. Për të tjerë mund të jetë edhe një javë për disa gafore, nëse dëshira juaj është për të zgjeruar familjen, kjo është një javë shumë e mirë për të mbetur shtatzan, dikush mund të zbulojë edhe që është shtatzan në javën e parë të korrikut, se kemi dhe Jupiterin, planetin e fatit dhe të bollokut edhe të zgjerimit në shenjën tuaj në gafore, plus është edhe sezoni i gafores që ju favorizon shumë. Dhe mund të zbuloni që jeni shtatzan apo të ndodh gjatë kësaj jave dhe kjo do t'ju bëjë të ndjeni shumë të lumtur, shumë mirë nga ana shpirtërore. Shikoj gafore që më në fund një dhimbje që ka qenë e madhe për ju, diçka që ju ka lënduar prej kohësh, tani jeni në atë fazën që po çliroheni nga ajo dhimbje e madhe, nga ai shqetësim. Sidomos këtë çlirim do ta ndjeni në javën e dytë. Mund të jetë për disa gafore një shqetësim që ka të bëjë me shëndetin tuaj, nëse keni vuajtur nga një sëmundje për një kohë të gjatë, nga disa gjëra që mund të kenë qenë edhe kronike të përsëritura her pas here, do ndjeni shumë më mirë në javën e dytë, jeni në atë periudhën e shërimit, në atë periudhën ku i ktheheni sërish normalitetit tuaj. Po për të tjerë e shikoj edhe si një ndryshim që nuk ka të bëjë vetëm me anën fizike, por që ka të bëjë edhe me anën mendore, ka të bëjë edhe me anën tuaj psikologjike, sikur ato situatat ose frikrat ose paranojat që mund të keni pasur më përpara që ju kanë bllokuar ato dyshimet, të gjitha shqetësimet që kanë qenë të mbledhura si thika rreth e rrotull jush në kuptimin figurativ gjithmonë, të gjitha ato një nga një do fillojnë të largohen dhe ti je në një fazë që ndjen se jo, jeta është mirë, jeta është e mirë me mua, fati është i mirë me mua, gjërat janë po shkojnë ashtu siç unë dua, nuk kam arsye pse të kem frikë, nuk kam arsye pse të kem pasiguri, gjithçka është mirë, gjithçka po shkon ashtu siç duhet të shkojë, po rrjedh në një formë graduale. Java e tretë do të jetë ajo javë ku shikoj për disa gafore, sidomos për ata që janë marrë me këtë projektin në punë apo me këtë përgjegjësi në punë, që një shumë parash do të vijë drejt jush, mund të vijë në formën e një rritje në detyrë, e një pagese më të mirë që vjen nga puna, mund të vijë në formën e një dhurate që dikush do të ndihmojë për shkak të dashurisë, për shkak të përkushtimit, për shkak të ndihmës që ti i ke dhënë dikujt. Tani ky person ndoshta do të ta shpërblej duke të dhënë diçka në javën e tretë. Pra, për gafore të ndryshme
Kjo ndihmë, kjo shumë të ardhurash mund të vijë në forma nga më të ndryshme, mund të vijë nga puna, mund të vijë nga një person i familjes, mund të vijë nga partneri ose partnerja juaj, mund të vijë edhe në formë si dhuratë nga një person i shoqërisë suaj, nëse keni dhënë para hua, borxh, mundet që t'ju a kthejnë huan që kanë marrë nga ju me plus edhe një shumë tjetër si shenjë mirënjohje, si shenjë falënderimi. Po të gjitha këto ndryshimet e vogla, ndryshimet që ndodhin qoftë në aspektin emocional, të qetësisë emocionale që ju keni dhe në aspektin psikologjik, do të përkthehen edhe në përmirësime në realitet nga ana praktike, në gjëra që janë fizike, në gjëra që janë të prekshme, siç janë bollok më shumë nga ana financiare. Ndonjëherë mundësitë më të mira ekonomike nuk vinë vetëm direkt për ty, po mund të vinë edhe për dikë tjetër, mund të vinë nëse jeni të martuar gafore, mund të vinë për partnerin tuaj, bashkëshortin ose bashkëshorten, mund të vinë për prindrit nëse jetoni me prindrit, dhe ajo e mirë materiale të ndikon pozitivisht edhe në jetën tënde, sepse rritet niveli ekonomik në familje dhe si pasojë edhe jeta jote bëhet më komode, më e rehatshme, më e mirë. Një ndryshim pozitiv shoh që ka të bëjë me financat në këtë javë të tretë dhe për këtë ju do t'jeni mjaft të kënaqur. Ndërkohë java e fundit e korrikut do t'jetë një javë që ju bën thirrje të qetësoheni, të pushoni, të kushtoni rëndësi të veçantë ndjenjave, emocioneve tuaja. Shikoj edhe një lidhje të fortë gjatë muajit korrik edhe me anën tuaj spirituale. Disa nga ju mund të fillojnë të studiojnë astrologjin, të filloni të studioni numerologjin, mundet që të keni një interes të veçantë ndaj tarove për të lexuar të ardhmen ose për të parashikuar të ardhmen, për të marrë informacione që do t'ju udhëzojnë në drejtimin e dur. Gaforet janë nga shenja më intuitive e të gjithë zodiakut, keni një intuiti jashtëzakonshme, personat që kanë diellin apo hënën në gafore, dhe mund të keni një kuriozitet, një dëshirë më shumë se sa herët e tjera gjatë këtij muaji për të lexuar. Nëse jeni pushim, mund të vendosni që të merrni një libër apo të merrni një pako letrash dhe të filloni t'i përdorni vetë. Kush është interesuar, unë kam krijuar tarot e para në shqip, Golden Truth Tarot, që ju mund t'i gjeni bashkë me librin që ju shpjegojnë se si t'i lexoni vetë tarot dhe ju shpjegojnë sigurisht edhe kuptimin për secilën letër, nëse letra del drejt, nëse del e kthyer, çfarë kuptimi ka. Mund t'i gjeni dhe mund t'i porosisni nga websajti im në www.goldentruthtarot.com, mund t'i porosisni në etsy.com dhe në amazon.com. Linkun e gjeni tek profili im, tek faqja ime dhe këtu poshtë tek përshkrimi i videos. Kjo do t'jetë java ku ju shikoj të dhënë edhe të interesuar shumë mbas ëndrave. Do t'jeni të ndjeshëm në këtë javë, do doni të relaksoheni, të shpenzoni kohën vetëm, mundet të shkoni me pushime, sidomos në një vend të qetë, në një vend bregdetar, po do jeni pak të fshehtë në këtë javë, sikur keni nevojë për një ndryshim, të largoheni pak nga bota, nga përgjegjësitë, nga angazhimet dhe të qëndroni në atë guaskën tuaj, le të themi, gafore në atë qetësinë tuaj. Mund të shkoni diku vetëm me familjen ose me personin e zemrës, me shumë pak njerëz keni dëshirë të qëndroni në këtë javë, edhe t'jeni thjesht të qetë, sepse pjesa e intuitës do jetë kaq e theksuar sa do të filloni të shikoni gjërat ndryshe. Mund të jeni disa për jush edhe në një fazë të zgjimit shpirtëror, ku shumë gjëra të duken ndryshe në krahasim me si mund t'i kesh parë më përpara. Shikoni një këndvështrim tjetër dhe ju shikoj më të heshtur, më të tërhequr, po duke analizuar çdo gjë me informacionin që ti tashmë ke, me informacionin që ti e di tashmë. Mund të shikosh edhe një film nga e shkuara që e ke parë në një moshë tjetër dhe kur e shikon tani e shikon komplet ndryshe, të duket mesazhi që merr
edhe e sheh përtej pjesës së propagandës, së programimit, çdo gjë e shikon në një këndvështrim tjetër. Java e fundit mund të jetë një javë që ka edhe pak e shoqëruar me pak frikë, me pak pasiguri, frikë dhe pasiguri që nuk kanë të bëjnë me jetën tënde, por që mund të kenë të bëjnë me çfarë po ndodh rreth teje, në botë, në ngjarje të ndryshme, dhe prandaj dhe shoh një dëshirë për të distancuar, për të shkëputur nga realiteti dhe për të qëndruar në paqe, për të qëndruar në qetësi me njerëzit që ju kanë me njerëzit që ju duan, që ju kanë për zemër. Po intuita do t'ju jap mesazhe shumë të forta, mesazhe në formën e ëndrave, në mesazhe që mund të jenë edhe paralajmëruese. Përpiquni që mos ta merrni çdo gjë me frikë edhe të ktheheni përsëri tek energjia e dashurisë, tek energjia e besimit në vetvete që çdo gjë është okay, gjithçka do të shkojë mirë. Nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju nga Fore thot: duaje veten tënde, duaje pra kush ti je si person, sepse ti je hynore, ti je mrekullueshme dhe ti meriton të gjitha gjërat e bukura që jeta, gjërat fantastike, gjërat e bukura që jeta ka për të të ofruar. Mos ke frikë sepse gjithçka është mirë tani, mund të ndodhë diçka më vonë, mos ke frikë nga kjo periudhë e begatë në të cilën ti je, në të cilën ti ndodhesh, thjesht shijoje sepse e meriton nga Fore. Energjia e tetës më tregon që keni kaluar shumë peripeci dhe jeta tani po ju dëm shpërblen për vuajtjet e së shkuarës, për të gjithë mërzinë e së shkuarës, për të gjithë sakrificat që ju keni bërë më përpara, por shpërbleheni në këtë fazë, në këtë periudhë. Prandaj duaje veten tënde dhe kujtoja vetes që po, unë e meritoj që çdo gjë e mirë që po ndodh në jetën time, meritoj, është pjesë e jetës time, pjesë e fatit tim dhe thjesht shijoje këtë fazë të bukur, këtë fazë bolloku. Okej, Gafore, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos të humbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat, ju lutem klikoni tek linku i website-it tim në www.goldentruthtarot.com. Aty mund të gjeni të listuara të gjitha shërbimet që unë ofroj, si edhe stolit me gurë dhe kristale të çmuar. Ju falenderoj dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.